I Kimeri të rrajt gjithë, edhe e organizoj edhe Halit Sahitajnë. Hajtë ndash me shku të prokurori special, të qënë Faik Kimeri, veç thuj Faikit ti, për me hite aj, duhet me i thonë, unë të kalzej kush të ka vro vlaun. Tash me më thonë mu që tash, unë të kalzej kush të ka vro vlaun, unë jem shumë i knoqën, edhe vlo që ka dush veç falë, kalzam. E tash, djali, e merre qënë, po Halit Sahitaj s'ka mujt as 2 orë me nejtë të prokurori, pse ja nisi rënve theve, nuk e morën parasysh heq. E tash, tëna janë rënë E vërtet ato që i thëtë për shembull në deklaratën e tij thonë për prokurorin edhe për qeverinë amerikane, Halit Sahitaj thëtë që domethënë bashkë me Faik Kimerin, Spori ka paraqitur si agent i CIA-s, janë taku në Beograd me Bojan Dimiqin, kanë shku në Belgjik. Kur njetë, tëna janë rënd Milaimit. Krejt rënd Milaimit. Ku pja u den Milaimi, po Milaimi vetë është shpion. Ku pja u den emnin aty në shkive, Bojan Simiqje, Hamam Timiqje. A ja vde Faiki, drejt? Jo, pasha 20 jo. Si ja u den? Unë e vlau më rekam. E agenti CIA s'punën, a? A je den. Aty nuk përzihem në të... A i ka nejnë Amerikë shumë? A i shumë? se regjia pëse e ka goti në një deklarat që e ka dhonë Halit Sahitaj për qeverinë amerikane, thëtë kështu. Në fillim të shkurtit Floriani është vllau i juaj. Floriani në ufkën e ka pos Faik Kimeri, edhe Adidasi edhe Floriani. A është ashtu? Adidasi? Po, edhe Adidasi edhe Floriani. Ato nuk e di une. Po, e Floriani e din. Floriani e di. Në fillim të shkurtit Floriani më telefonoi dhe tha se dëshironte të më tregonte disa sekrete private. Floriani tha, nuk të kam thonë kur, por dikush vrau vllaun tim, Haki Imiri në Kosovë, rreth 20 vjet më parë. Ai shpjegoi se më parë kishte besuar që e ka vrau presidenti Thaçi, kishte dhënë urdhrin. Kohën e fundit Floriani kishte mësuar se presidenti nuk e kishte dhënë urdhrin. E pyeta Floriani se kush e kishte dhënë urdhrin, ai më tha se tani besonte se Çerem Kelmendi kishte regjia nëse më në faqen tjetër, vrarë vllain e tij. E pyeta nëse Kelmendi ishte arrestuar dhe futur në burg. Floriani u përgjigj se nuk ishte në burg dhe se kishte përfunduar punën me të. Nuk e kuptova saktësisht çfarë donte të thonte. Disa ditë më vonë telefonova disa njerëz që janë në Kosovë dhe pyeta për Çerimin, më informuan se ai ishte vrarë nga komando speciale. Shef që është një gjë. Këto poshtërcinat Milaim Zeks janë. Absolut. Nuk ka gjon aty, krejt jenë poshtërcinat Milaim Zeks. A keni besu në herë që vllaun e juve ka vrarë Çerimi? A keni besu në herë që ka thonë këtë? Kur njët, as vlau s'ka thonë kur, këtu i kanë gjitë Milaim Zeka. Me Çerimin s'kemi posë, as dëbojmë, as se kem njoft, as s'na ka njoft, kur në dyjetja. As me Ibrahim Kelmendit? As me Ibrahim. Ibrahim Kelmendit ju më konë Gjermoniune. Ibrahimi ju konë me Jusuf Gërvollën, me Bardoshin, me Kadri Zeken. Ibrahim Kelmendit, natë ku, kur ju më konë në Jusufi e dojke, i thejke me të sokol. Apo në kuptan? Ibrahimit? Po, lepekeja ishtë që kjo. Kjo është realiteti. Ka qenë patriot në atë ku? Ka qenë patriot në atë ku, Ibrahimit? U konë patriot në atë ku. E tash, quhet Milaim Zeka, tash do për Milaimin pak, u lutem. Kur u vroj Jusuf Gërvolla, u vroj me 17 janar më duket. Nuk e di sakt, nëse s'ka bëj po. 81. U vroj Jusuf Gërvolla. Edhe, pak ma vuën, më thirin telefon, në ta hingë Gjermonis, të Frajsingu, kusha, një zonë, o djallë e thash, unë s'pët një, tha Milaim Zeka jam. Tha, që ako tre, unë e isha me Maksut Seramotin aty. Tha, shka ako tre, tha, ma ka ndoqit numër telefonit, tha, mu më një kutba Jugoslove, tha, jam në Austri. Na kishim më shku në të shtunën, kishim më shku në protest. Për vlezrit Gërvolla që u vranë. Kisha më shkuën, Rifat Jashori, Shaban Shpoti, Maksut Seramoti edhe Gjafer Bosha i Suareks. Kishim më shku. Shkojshim me kertem. Kjo në realiteti. Ku po takuhem Milaim? Te ambasada shqiptare. Kemi shku na, jemi taku te ambasada shqiptare. Aty i shkon, një djali i ri, i prejke gjuha si dreqit, u bom krenar me to që shfar djali, po në një kutba që me bo ku milon. Tha, mu më tham një kutba me mbra, tha, me mujt me më strehu dikun. Gjafer Bosha, i vogël një djallë, s'ki qka me po zemrak. Ish me familje, me gru me fmi.
Edhe po the.